Jemi kthyer në studio. Të nderuar miq, vazhdojmë të jemi në këtë transmetim të drejtë për së drejti në kërkim të fatit të personave të humbur dhe të zhdukur. Përpara se të shkëputeshim për të ndjekur edicionin e lajmeve, ishim duke folur për fatin e një nëne e cila kërkohet në studion tonë nga djemtë e saj, me të cilët ajo ka humbur ose më mirë është larguar nga banesa e saj rreth viteve 1990. Ne kemi pasur një telefonat me vllajën e saj, pra me dajën e Lisandros, i cili ndodhet me ne në studio, djali i vogël i zonjës Mbarime Rapa, e cila kërkohet në emisionin ton. Kemi pas një telefonat me Arturin, i cili në një farë mënyrë na ka përcaktuar edhe sakt datën kur ajo është larguar pra nga banesa e saj. Figuron, jemi duke folur për vitin 1990, pra në 90-ën është larguar nga banesa e saj. Simbas Arturos, ai deklaron se e ka takuar pra në Greqi dhe pikërisht në Athinë në 91-shin. Ndërkohë se da japim të dhënat e sakta, çfarë ka thënë Arturi në bisedën e tij me emisionin tonë? Po Aida, atëherë gjatë bisedës që ne kemi bërë me Arturin, me vllajën e vogël të Mbarimes, ai ka pohuar se në vitin 1992 ka takuar motrën e tij në Greqi, në Athinë, dhe ajo jetonte me një person tjetër i cili quhet Alfred. Ndërkohë, do doja regjia të më ndihmonit me foton e Mbarime Rapaj. Me sa duke si mbas vllajt të Mbarimes, ajo mbasi shkëputi pra këtë martes, mbasi u divorcua, ka krijuar një familje tjetër. Këtë deklaron vllajën, nuk e di se sa e vërtet është apo jo. Po, sipas të gjitha të dhënave që ne kemi marrë për këtë person, pra zotin Alfred, kemi filluar kërkimet për të gjetur këtë person me këtë identitet. Kemi dhe mbiemrin e tij, po për arsye të privatësisë nuk po e bëjmë publike. Kemi kërkuar këtë person dhe kemi gjetur të dhënat e tij dhe të familjes së tij. Pra, ky person është nga Vlora, kemi dhe një adresë që na i kanë dhënë persona të cilët kemi verifikuar. Ky person ka qenë i martuar, ka qenë në Greqi, bëhet fjalë po në vitin 92, kur është larguar dhe me zonjën Mbarime, por personat që ne kemi folur pra të afërmit e tij, nuk na i pohojnë këtë gjë që bashkëshortja e tij quhet Mbarime. Duhet thënë diçka, një fakt i rëndësishëm, sepse nuk kemi kohë tani të bëjmë një lidhje tjetër telefonike me dajën e Lisandros, me Arturin, i cili jeton në Athinë, vazhdon të jetojë në Athinë. Ai çfarë ka deklaruar? Mbas 92-shit nuk e ka takuar më? Vitin 92 ka qenë kontakti i fundit që ai ka pasur me Mbarimen. Që nga i moment nuk e ka takuar më asnjëherë. Lisandro, ti ke qenë dhe vetë në Greqi, apo jo, siç pohoi edhe daja juaj, ju keni jetuar në Patra vetë? Në Patra dhe në Egjo. Në Patra? Në Patra dhe në Egjo. Dhe në Egjo. Gjatë kësaj kohe keni qenë ndonjëherë në Athinë, keni shkuar tek shtëpia e dajës tuaj, ja u ka thënë këtë histori se i ka takuar maman tuaj edhe në Greqi? Jo, mua jo. Jo, asnjëherë. Pra, ti është hera e parë që dëgjon këtë lajm sonte? Po. Nuk e ditur fare nëse ajo ka krijuar një familje tjetër apo diçka të tillë? Jo, s'pak. Me këtë identitet, me emrin Mbarime, kemi gjetur një person në Facebook. Për fat të keq, foton e saj nuk mund ta marrim dot sepse i ka të bllokuar të gjitha dhe të dhënat e saj, dhe është në Facebookun e saj është dhe një person i cili mban emrin Alfred, dhe me të njëjtin mbiemër që ne kemi. Mendohet se mundet të jetë zonja Mbarime? Po. Sepse koncidojnë të dhënat që ne kemi. Gjithsesi, verifikimet tona vazhdojnë sërish. Ku jemi përqendruar se ta ngelemi sërish në Athinë është mëse nga 92, cila është arsyeja pse ajo nuk është bërë me gjallë as për vëllezrit, por sidomos për fëmijët e saj. Po, vllai i saj pohon se në rreth vitit 2000-2002 ajo ka bërë një telefonat dhe ka pohuar se donte të përshëndesë fëmijët e saj dhe ishte në Kanada. Të paktën këto janë të dhënat që ata kanë dëgjuar nga një televizion në Fier, vllai i Mbarimes, me të cilën e biseduam pak më përpara. Dikush ka dashur nga Kanada të përshëndesi të dy? Po, dy fëmijët e saj dhe me të njëjtin identitet që janë dhe fëmijët. Është në çfarë zone, nga çfarë qyteti Kanadas? Kanada. Thjesht nuk e dim ka qenë Mbarimi apo dikush tjetër, ne kontaktet me të paktën më mirë vllai i saj në 92-shin deklaron, është më se i sigurt, 91, 92 deri në 92-shin është takuar me motrën e tij, ai deklaron se ajo kishte krijuar një familje tjetër, por gjithmonë interesoi dhe pyeste për dy djemtë e saj që kishte lënë mbrapa.
Ndërkohë që djali i saj, i vogël Lisandro, që sonte është rritur tashmë ndodhet me ne në studio, kërkon nënën e tij, mbas disa vite emigracion që ka jetuar në Patra dhe në Egjina, është takuar me dajën e tij në Athinë, por asnjëherë ky fundit nuk i ka treguar dhe nuk i ka dhënë të dhëna për nënën e tij për mbarimin. Unë do doja t'i bëja thirrje sonte, nëse na ndjek, nëse na dëgjon, nëse ndodhet në Greqi apo dhe në Kanada, do t'i lutesha të kontaktonte me fëmijët e saj. Çfarë do lloj gjëje që ka kaluar, tashmë është momenti ata janë rritur me shumë vështirësi, sepse janë rritur në mungesën e nënës, dhe unë nuk doja më ta pyesja Alisandron për të mos ta lënduar se si ka qenë vërtet jeta e tij. Nuk është kjo arsyeja jon dhe shkaku pse ndodhemi në këtë studio është ta lidhim atë me nënën. Nëse më ndjek sonte, një herë ajo u largua dhe i la mbrapa. Unë jam e bindur që në zemrën dhe në shpirtin e saj gjithmonë ata kanë qenë dhe do të jenë. Megjithatë, është momenti sonte që ta ktheve një herë kokën sërish. Ata janë rritur dhe ndoshta kanë më shumë nevojë se kur për të. Prandaj do t'i lutesha zonjës Mbarime Rapaj, nëse më ndjek sonte, familjarët e saj të afërm që flasin dhe momentalisht me të, do t'i lutesha të kontaktonin me njerë këtë mbrëmje me emisionin tonë, për t'ju dhënë një përgjigje për atë dy djemve të saj për nënën e tyre. Nuk e din se sa të sakta janë të gjitha këto informacione, janë vetëm informacione, nuk kemi një të dhënë të sigur që mbas 92 dikush e ka takuar, e ka parë, unë juftoj të gjithë juve që duke parë foton e saj, të telefononi këtë mbrëmje. Seda, ka diçka tjetër? Të thoja që ne mbetemi sërish në Greqi, aty ku ajo ka pasur dhe kontaktin e fundit me vllajën e saj, po pa hequr dhe vëmendjen nga Kanadaja, sepse dhe në Kanada ne kemi filluar kërkimet në rrugë zyrtare, por dhe me anën e vullnetarëve, korespondentëve të cilët na ndihmojnë vazhdimisht, të cilëve i kemi kaluar dosjen e kësaj zonje për të verifikuar në rrugë zyrtare aty nëse kjo zonjë ka mbërritur në këtë shtet apo jo. Në fakt, në Kanada është një televizion i cili publikon të dhëna lajme në gjuhën shqipe. Ne me njerë kemi rënë në kontakt pikërisht me këtë televizion për të publikuar ndoshta foton e saj dhe të dhëna se mos ndoshta vërtet ndodhet në Kanada, pa hequr vëmendjen nga shteti grek. Gjithsesi, sonte do të jemi në pritje të dhënave dhe informacioneve tuaja, do doja edhe njerë të jepja fjalën gazetarëve nëse ka diçka sonte. Ka ardhur diçka, po? Në lidhje me mbarimin, para se t'i dhe shtë rastet e tjera, në lidhje me mbarime Rapaj, Lisandro, ke diçka tjetër për të shtuar, përveç këtyre që thamë për momentin? Doja të thoja, që ose në gjën tani në këtë momente, të bëndë një telefonat. Mos të voja me shpirtërisht. Kaq. Sonte ke dhe emocione, unë jam e bindur dhe shpresoj që t'jetë hera e parë dhe fundit, duke marrë një lajmë ndoshta në anën tjetër telefonit nga nëna juaj për të thyrë ata akull kaq vjeçar që ekziston mes jush, apo jo? Të shpresojmë që do të na ndihmojë teleshikuesi që ndjekin emisionin ton. Ndërkohë, kalojmë, më thatë se kemi informacione për rastet e tjera, Janula. Po, kemi informacione për Bajram Dibran, është një zonjë e cila... Kemi djalin e Zotit Bajram, e kemi sonte në studio, më mbrëma mirë se ke ardhur. Është një zonjë e cila pohoi se Bajram Dibran e ka takuar ditën e shtunë këtu në Tiranë, në zonën e Selvis. Ajo niset nga fotoja, domethënë duke parë foton mendon se është Bajram Dibra dhe e ka takuar në zonën e Selvis, ku i ka thënë se do ta ndihmonte se ku mund të gjente një okulist, pra një mjek sysh. Dhe zonja e ka treguar se ku ndodheshte një klinik aty afër, dhe është shumë e sigurt se mund të jetë Bajram Dibra personi që ne kërkojmë sot. Ti është bazuar tek foto? Po, tek fotoja, tha se ishte në një gjendje të mirë. Në fakt, ne kemi të dhëna, pra ishtë larguar, nuk ka lënë adres, apo jo, më mbrëma, mirë se keni ardhur. Ti kthemi dhe njerë historisë, se si është larguar? Po. Baba juaj. Kohët e fundit ai parasit të ca shregullime, me fjallë nuk ishte mirë nga... Shëndeti mendor. Shëndeti mendor, edhe në patikë, një dy herë tjera largu nga shtëpia dhe kemi gjetur. Pas i kthejmë pas 10 ditëve prapë në lamë që mirë herë me shnetë, masi morë më nëjë, është nga pra hasi. mund të kujtesën dhe nuk gjende do të rrugën e këthimit. Po, edhe nga dalë nga shtëpia me datën 28 korrekt, mas dite,
me I pal shapka, me I bluzë shkurtë. Kur thoni nga shtëpia, sepse ne e dim, po teleshikuesi nuk e din ku keni banuar. Nga Hasi banojmë Durrës. Në Durrës. Në çfarë zone të Durrësit? Në Hamallë. Në Hamallë të Durrësit, në Sukth. Ka dal nga banesa e tij dhe njërin çfarë date? Me 28 korrik. 28 korrik. 2013. Si ka qenë I veshur atë ditë? Me ka pas vetëm një pal shapka, një bluzë me krahë shkurtë shumë me shirita kështu. Edhe atë ditë mrapa deri në këtë sekondë na kanë thonë se është po atje këtu, por nuk mund ne kena konkrete. Me vërtetu se është e vërtetë as është. Ju keni bërë denoncim policia, apo jo? Po. Nuk keni absolutisht? Absolutisht. Asgjë. Është me I fjalë e dhomti ka të ram, ka një shenjë këtu se ka qenë në Peru në kratë majtë në faqe? Ka një shani këtu në faqe, edhe dallan e... Sa I gjatë është? Një 70. Një 70. Gjatë tilë, po, një 70 është I gjatë. Në fakt, po, ke diçka tjetër? Edhe me fjalë I thim, ajtë të është mund tjetë edhe I pa rrujtën ma mërmenja, po, a I ka pas sregullime se I dhim të stomaku dhe gjithmonë të të kam smunjet keqe, e përdër të ke kokra gjumi, ata kanë që në atë shkallë, se a I humi memorien komplet edhe u largu nga shtëpia, po, bëj thire kushta këtë pasë, kushta njofin na telefonojnë, se kemi 6 muaj se ne nuk flemë rahat, gjithmonë kërkim ti, thot njani kam pa atje, shkojmë atje, plesë në gjajnë njësoj gjithë kundë, sepse mosha vjetër. Ai nuk ka dal nga halli, sa ai s'ka pas as plakën e ka, me fjallë, nana është gjallë dhe forcë. Gjitha shërbimet I ka pas nuk ka ikë se ka pas gjenit keqe ekonomike, me pensione, as pensione s'ka shku me tërhese. Ka dal nga shtëpia dhe ndoshta me problemet që ka me kujtesën, ndoshta nuk gjen dot rrugën e kthimit. Ndoshta s'dit kthehet edhe ka humbat logjike. Në fakt, përveç informacionin që tha Janula, ka pas dhe një të dhënë tjetër për në zonën e Saukut, më thatë më përpara, po për zotin Bajram Dibë, po? Në fjallë për zonën e Saukut, vetëm ka që dim për momentin. Kur para sa kohësh, mund të bëni një lidhje me informatorin që ka dhënë këtë të dhënë. Pak më mund të bëjmë dhe një lidhje, por dohet të theksoje që këto janë lajme të mire, që neve na heqin, na shtojnë optimizmin që mund të gjejmë, që ai është gjallë, duke u nisur edhe nga kontaktet që kemi pasur me policinë e Shjakut, që vërtetohet që Bajram Dibra deri më tani është gjallë dhe nuk ka rezultuar me asnjë aksident. Ne gjatë gjithë kësaj kohe kemi kontaktuar vazhdimisht me policinë e Durrësit të Shijakut, ndërkohë që kemi kërkuar dhe nëpër spitale dhe nëpër morgje, mos ndoshta ka ndodhur diçka. Gjithsesi për momentin nuk kemi asgjë konkrete që të na japi diçka që ne të kapemi dhe të kërkojmë rreth fatit të tij. Informacionet e sotme janë të rëndësishme për në zonën e Saukut, më thanë pak më përpara pra edhe gazetarët që ishte informacion I rëndësishëm, më duket se bëheshe fjalë për ditën e sotme, gjithsesi unë do doja të më bëni një lidhje direkte. Të dëgjojmë informatorin që ka dhënë këtë informacion se ku e ka parë, si ka parë dhe nga bazohet. Gjithë këtë ndërsim si bani... Të shpresojmë. Shumë faleminderit. Të shpresojmë ndoshta gjithë teleshikuesi që ndjekin emisionin tonë, më ndihmoni edhe një herë me foton e zotit Bajram Dibra regjia të ndihmojmë gjithë teleshikuesi që ndjekin emisionin tonë dhe ndoshta e kanë parë diku. Është larguar nga banesa e tij në Hamall të Durrësit, pra në zonën e Shijakut, me 28 korrik të këtij vit, të vitit që kaloi. Ka qenë rreth 1.70 I gjatë. Dhe ka dal I veshur si që ka qenë në shtëpi me pal pantofla. Ndoshta ka dal për pak, por nuk ka gjetur dot rrugën e kthimit. Siç e dëgjuat edhe nga djali I tij, pra ka pasur probleme kohët e fundit me shëndetin, me stomakun, me shëndetin mendor, ndoshta kishte filluar të linte kujtesa. Kështu valjum kokra, diku fut këtë 3-4 kokra nuk I bashin efekt fare, daja e humi edhe... Për këtë informacionin që është dhënë dhe që sapo deklaroi Janula, kërkon të një dyqan syzesh, optik, ka pas mbajtur syze babaj? Jo, syze nuk ka mbajtur. Nuk ka mbajtur. Dhëmbët I ka të rami, nuk I ka pas të rumë. Nuk I ka, atë ditë që ka dalë s'ka pasur dhëmbët. Nuk ka pas dhëmbët, ka I një shantu që është e Peru, ka që në anë të majtë. Në faqen e majtë. 1.70 I gjatë, to janë të dhënat që kemi për momentin, ndërkohë do të jemi në pritje, kemi pas diçka tjetër, po? Zotri, cili telefonon nga Londra dhe thotë se ka qenë shok I Xhevair Tafazit. Shkëm të krasi tjetër, të Xhevair Tafazit, po?
dhe thotë se ka patur mik më përpara Xhevair Tefazin, për një periudhë të caktuar kohe ka humbur kontaktet me ato, mirëpo del vullnetar se do të ndihmoj dhe thotë se kemi shumë miq të përbashkët midis meje dhe Xhevair Tefazit, thotë, dhe unë do kontaktoj me miqtë e tij. Për çfarë kohë flet? Pra kur kanë qenë miq dhe kur kanë punuar së bashku? Kanë punuar për një periudhë të gjatë. 2011-s. Po, kemi punuar për një periudhë të gjatë kohë, thotë, me Xhevair Tefazin dhe familjarët e tij më njohin, nëse mund ta bëj publike emrin dhe Jo, mbiemrin. absolutisht, mos e bëj publike emrin. Dhe kemi shumë miq të përbashkët me Xhevairin, unë do kontaktoj me gjithë shokët e tij, thotë, dhe që mund t'ju informojnë nëse ata kanë informacion se çfarë ka ndodhur me Xhevairin. Rëndësi ka që është mbas 2011-s janë takuar, është dhënë dhe zona. Gjithsesi për momentin mos bëni asgjë publike derisa ta verifikojmë, sepse nuk duam që të është thënë diçka e rëndësishme që ne do ta diskutojmë dhe me familjarë mbas emisionit. Rëndësi kryesore është të jetë gjallë, pastaj gjithë të tjera të rregullohen. Po, shpresojmë. Shpresojmë të. Ndërkohë që Stella ka folur dhe gjitha këto informacione do t'i kalohen dhe bashkëpunëtorit e emisionit tonë në Londër, Esat Braçe, i cili ka filluar kërkimet dhe me grupin e tij të vullnetarëve, apo jo Stella, në lidhje me fatin dhe me historinë e Xhevairit. Shpresojmë, me sa duket gjasat janë të mira dhe është ndezur një ditë e shile në lidhje me kontaktin ton të afërt ndoshta me grupin dhe rrethin shoqëror të Xhevairit. Do të jemi në pritje, ndërkohë të nderuar miq, për mbarime ka ardhur diçka e rëndësishme, mund të publikojmë Seda. Kemi pasur disa telefonata, të cilat vinë nga Kanadaja, por një person pohon se ka njohur një zoj me emrin... Nga Kanadaja? Po. Ka njohur një zoj me emrin Mbarime Kapaj, ndoshta ajo ka marrë mbiemrin e personit me të cilën... Mbarime Kapaj? Po. Me të cilën ka jetuar. Për çfarë qyteti në Kanada? Nuk është dhënë. Përcaktuar. Të shikojmë nëse se sa pra i qartë është si informacion dhe nështë vërtet për zonjën Mbarime, gjithsesi do të jemi në pritje, të shikojmë se cilat do të qenë dhe të dhënat e fundi që do të vinë për të. Jeni duke ndjekur foton e saj, japim dhe njerë të dhënat e zonjës Mbarime për gjithë teleshikuesi që ndjekin emisionin tonë. Pajda atër, Mbarime Rapaj, aktualisht 28 vjeç, vendlindja e saj është Vlorë, ka shkëputur kontaktet me familjen e saj në vitin 1992 në drejtim të paditur. Atëre do të jemi në pritje, presim telefonata, informacione nga Greqia, por dhe nga Kanadaja, aty ku dyshohet se mundet të ketë shkuar pra zonja Mbarime Kapaj, simbas një telefonate që është dëgjuar, ku ajo ka përshëndetur të dy djemtë e saj dhe ka thënë se telefonojnë nga Kanadaja. Atëherë do të jemi në pritje dhe në këto momente të nderuar miq, kalojmë në një histori tjetër, në një histori të cilën ne e kemi publikuar edhe sezonet e kaluara, por sërish sonte e sillim në vëmendjen tuaj, duke marrë shkas se kjo histori nuk është zgjidhur dhe ne çdo histori që publikohet në emisionin ton, i shkojmë deri në fund, deri aty që ne kemi mundësi, duke ja kaluar radhën dhe kompetencat organeve të policisë, organeve kompetente të cilët merren me këtë punë. Megjithatë, ne si gazetar duam të nxjerrim në dritë fakte dhe informacione të cilat i zbulojmë gjatë kërkimeve dhe hulumtimeve tona për të gjitha rastet. Në rastin e fjalë do të kthehemi sërish sonte në historinë e Mevlana Bizatit. Megjithatë, për të rikujtuar për çfarë historie bëhet fjalë, një histori vërtet e dhimbshme e cila ka tronditur të gjithë në ato kohë kur ajo ka ndodhur. Unë do doja të cilja në vëmendjen tuaj se çfarë ka ndodhur pikërisht vite më parë kur Mevlana Bizati së bashku me i të afërmën e saj janë zhdukur në rrethana misterioze. Ndjekim insertin dhe kthehemi më njëherë në studio. Maj 1995, fshati ladorisht Strug. Komunitetin tërësisht shqiptar të asaj zone e tronditi një ngjarje të mërshme, e pa dëgjuar më parë. Dy vajza të mitura në atë kohë, Mevlana Bizati dhe Argetime Çaja, zhdukën pa lënë gjurmë. Të paktën kështu u duk për 6 javë që pasuan.
Atmosferën e gëzuar të festës së Remis e përmbysi tërësisht lajmi se në buzëmbrëmjen e asaj date, dy kushërirat nuk po ktheheshin në shtëpi. Historia mori një rrjedhë tejet negative, kur më vonë u zbulua ajo që nuk pritej. Përpara se të humbisnin, me dy vajzat kishte qenë Daja i Mevlanës, Idris Dauti, dhe ky i fundit, deri në momentin që flasim, dyshohet si një ndër të implikuarit kryesor në zhdukjen e tyre. Njerëz të humbur mori rrugën në drejtim të fshatit Ladërisht, pikërisht për të zbuluar të vërtetën e patjetërsuar të humbjes së vajzave, që megjithse kanë kaluar shumë vite, në mendjen e banorëve të zonës së Strugës, ka mbetur si një hije e zezë në fundin e një tuneli që ende s'po merr dritë. Intervistën tonë e zhvilluan fillimisht në shtëpinë e Mevlana Bizatit, ku na pristin më shumë ankth të gjithë pjesëtarët e familjes. Për ata nuk ishte as pak e lehtë që të risillnin në kujtesë skenat makabre që u janë servitur gjithë këto kohë nga organet shtetërore, por që në zemrat e tyre ende ka shpresë se Mevlana është gjallë, ose së paku, drejtësia ende nuk e ka dhënë versionin e vërtet të ngjarjes. Dhe ditë kur ka ardhur këtu, ka qenë 14 maj festë, ditë e Remit, që zmetë më shumë. Ka ardhur më te pora në mëngjes. Kur erdhi këtu, unë e pasi i zbekt në fytyrë. Të gjithë një ato kishin grindje me gruan e fillim vit në shtëpi. Dhe tash që bëk kështu? Tash pak jeni zona, kemi parë dhe ngridhe. Jo, ta ishe, tha unë të dhiste gruas më bëmë, tha. Kemi mbitur pa gjumëta, dhe jam i zbekt. Thashëm, po, da shkoj, thash, nuk se erte në festë, tha, po, da shkoj me fëmijë, tha. Tash edhe këtë cuta da shkoj, da shkoj nuk vej. Se buri ku në punë për 7 ora, ku zdinte se qa bështë e këtu. Unë e kështë shtruar tavolinë në një bukë fëmit, me 8 euro në sabat. Edhe unë si motra që për vlajnë digjet, tash unë e stash bukë. Tha jo, tha unë nuk dua bukë, tha po dua një kafe, tha pa sheqirë, tha. Dhe kafe një kam bërë pa sheqeriq. Piu kafe i përcolla ikojnë ato. Edhe a iku me këto bashkë, edhe unë tha do dalë, tha, edhe mi këtë cuca, tha, edhe unë do dalë, tha. Unë nuk theva në shpit, kur iku kjo cuca në saba, parasiti për byrik. Tha, nëna, tha, unë tha, ston dhe për darë, bë byrik. Edhe kosin taze, tha, e dua, të kështë merak, shumë e shësoj ishte. Mevlana. Tha, shik, ti thash pa merak, si të mësoj unë, tash boni, tash kur të vish, tash unë byrik, unë do të boj. Vesa e shiu që binte atë 14 maj të 95-ës, duket se po paralajmëron të shtrëngatën. Në orët e mbasdites, Idris Dauti, Daja e Mevlanës, u shfaq sërish në oborrin e shtëpisë. Këpucët me baltë e fytyre e vrendur, ashtu si që kujtojnë sot dëshmitarët, të japin një ndjesi të keqe. Mëkatari ndoshta sapo kishte marrë udhëzimet për të vepruar. Unë do t'tregoj për atë ditë që ka ndodhur 14 maj, neve bashkë një feste në shumë, ndërmjet shumit Ladërishtit edhe Vishnjës. U kthyem në ora 2:30, erdhëm si që ishim 5 vajzat, këshurin ka të thonë, loznim me top në obor. Tu? Në obor. Ndërkohë erdi Dajua, tha qarë boni, ja po luemi, thëmë. Ajo na shikonte, tha do mip një ca buk, i dham buk, angri, tha do mi lash edhe këpucët se i kam e balt, ja lava, si Dajo që kishe, ja dhash. Ndeti u bo ora 4. Tha do vini me mua, tha qkojmë, ti marrin fëmijët tonë, tha se s'kan ardhur. Shkojnë të merrin të fëmijët e ati? Fëmijët e ati në shumë se s'më kanë ardhur. Neve e besuam si Dajo, mirë tham dhe shkoj. Unë në moment, nuk, më prish qefin nuk vita, shkoni juve. Motra unë nis, edhe si që shte gjakitën që pa brinda, tash na mere këtë se filloj shi që të bje. Edhe ikën ato. Pas një kohë dola une në qendër të Ladërishtit, aty e shof nuk ishte asgjë. U bosa ati ora 6, ala nuk ktheshin. 14 maj kur bora ajo
Problemi, unë kam qenë punë në fshatin Kalisht, kam punuar aty, gjenë më 7 ora. Kur vi këtu më 7 ora, shoh punën kush me këtu, për ta asra. Ç'është puna? Kështu të skarbi në në Po ku ati në? Jo, tha, i muri dajva, tha, dhe i qori ati të festa dhe si këtë e prapë. Po binë, nuk ishin një këto të ashun, po ishin ta prostitutin i muri prapë. Si më prapë edhe s'kan ardhë. Po, e ka po unë atë në prapë, të gjamija. Thamë, ti kuj që i mërë fëmit? A më i mërë fëmit? Jo, po kuj që e fëmit tërë? Ti i mërë fëmit? Jo, s'ka marë fëmit unë? Unë shkom asen e murat librin tim, në vetur, shkom të gjarja ati të vende gjarës, shofim ati, nuk ka fëmi. S'ka fëmi asë, s'më nuk prinë asë. Mbrëmja erdhi, por pa me vlanën dhe argëtimen. Shtëpia u mbush me njerëz dhe thashathemet filluan të gëlojnë në përgjith fshatin. Alarmi u përhap me shpejtësi gjithandej në për njerëz, media e polici, nga Struga në Shkup, e deri në Shqipëri. Po përse gjitha janë dhe pasigurit e familjarët, cila ishte e keqja më e madhe që ata prisnin, e cili ishte lajmi që turbulloi rrjedhën normale të jetës së tyre. Pra, të nderuar miq, kjo ishte pjesa e parë e historisë së zhdukjes së dyja vajzave, të Mevlanës dhe Argëtime Qaja. Sonte kemi të ftuar babain e Mevlanës, zotin Adem, dhe vllajën e saj Lebit. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Dhe njëherë kthehen në memorien tuaj, në memorien e teleshikuesve, në memorien e gjithë fshatit ladorisht, se çfarë ndodhi vërtet atë ditë. Kjo ishte pjesa e parë e historisë, pra deri në momentin që ju të shqetësuar se vajzat nuk po ktheheshin, u detyrua të pyesnit zotin Idris Dauti, i cili rezulton të jetë dedaja i Mevlanës, pra ta pyesin se ku i çoi vajzat. Ai në momentin e parë mohoi se nuk i ka marrë unë. Filluat të shqetësoheshit akoma më shumë. Menjëherë ju drejtuat policisë apo jo? Policisë. Çfarë ndodhi më tej? Ndjekim pjesën tjetër të historisë. Ndjekim pjesën tjetër të historisë, nderuar teleshikues. E enjte 6 korrik 1995, fshati Vishnje i Strugës. Një çoban që lëvizte në kullotën malore të asaj zone, vëren në brendësi të një bunkeri të vjetër diçka të çuditshme. Sa më shumë afrohej, skena bëhej akoma më horror. Dy kufoma fëmijë shëndonin më tepër ajrin e ngarkuar të asaj dite vere. Pak kilometra më tutje, gjendej fshati ladorisht, i cili prej 52 ditësh zjente nga thashethemet në rritje për humbjen e 2 vajzave. Mevlana Bizati, 10 vjeç në atë kohë, dhe vajzës së hallës së saj, Argëtime Qaja, 12 vjeçe. Policia maqedonëse zbarkon në ladorisht, e një hyrje të xhamisë së fshatit i jep babait të Mevlanës një lajm që për këtë të fundit ishte më i kopshmi që mund të dëgjonte në gjithë jetën e tij. Vajza Mevlana dhe mbesa Argëtimja ishin gjetur të masakruara barbarisht dhe hedhura në një bunker në fshatin Vishnje. Një perde e zezë trishtimi kaploi të gjithë banorët e Strugës, të cilët të mësuan furishim lajmin e tmerrshëm. Për familjarët, kjo as nuk mund të përshkruhej me fjalë. Në një kohë kur faktet servireshin në dritën e diellit, të afërmit e vajzave po përjetonin poshtjellime më të madhe të jetës së tyre. 2 qese plastike të lidhura fort, të cilat kishin një madhësi relativisht shumë më të vogël se sa ajo në trupin normal të një fëmije 10-12 vjeçar, që u dorëzuan familjes Bizati dhe Qaja, duheshin ngroposur menjëherë pa u hapur. Ky ishte urdhri i prerë i policisë maqedonase për 2 trupat e gjetur në vend ngjarje. Ngjarjet po i zinin vendin njëra tjetrës me aq shpejtësi, sa askush s'po arrinte të kuptonte se mbasi diçka nuk po shkonte ashtu siç duhej.
Ndërimet e fundit për Mevlanën dhe argëtimen, që për vitet të tëra u kishin sjell gëzime prindërve të tyre, nuk zgjatën më shumë se 1 orë nga momenti i gjetjes, po atë ditë. Kjo histori duhej mbyllur aty ku nisi, në Ladorisht, e të afërmit e 2 vajzave duhej t'u bindeshin pa diskutim autoriteteve shtetërore. Ishim këta të fundit të cilët morën sinjalizimin të paret nga çobani i fshatit Vishnje për gjetjen e kufomëve. Ishim po këta të cilët hartuan proces verbali mbi gjetjen e trupave të pajet të vajzave, duke u vënë në mënyrë të befasishme identitetin e Mevlana Bizatit dhe Argëtime Çajës. Se si kishin arritur në aq pak minuta t'i identifikonin dhe përse nuk i kishin lejuar të afërmit që të shihnin trupat e tyre përpara se t'i varrosnin, kjo nuk dihet ende. Por nga ana tjetër, autoritetet vendase kishin diçka në dorë që do t'i kënaqte shumë shpejt, thuajse të gjitha palët, dhe do të qetësonte shpirtin e vrarë të prindërve të vajzave. Pak ditë më pas, zyrtarisht në mediat maqedonase dhe shqiptare publikohet me të madhe një lajm bombë. Daja ishte vrasësi me Mevlanës dhe kushërirës së saj, Argëtimes. Procesi gjyqësor në ngarkim të shtetasit Idris Dauti u zhvillua në qytetin e Manastirit, i njohur nga maqedonësit si Bitola. Mësohet se në shkallën e parë të gjykimit, i pandehuri ka rezistuar duke këmbgulur në pafajësinë e tij, duke mos pranuar autorsinë e krimit. Në gjykatën e apelit, çuditërisht ai ka pranuar se ishte ai autori i vrasjes së dyfisht. U vërtetua se Idris Dauti i vrau të 2 nxënësit më 14 maj të këtij viti, duke u kthyer nga krempja në fshatin Shumë. Autorja pranon fajin, duke pohuar se mbesën e tij Mevlanën e mbyti forcërisht me duar, ndërsa argëtimen me gur mbas koke, pasi kjo e fundit po tentonte të ikte me vrap, dhe po t'ja arrinte qëllimit, do të ishte dëshmitarja e vetme në krim. Kështu sqaronin gazetet e asaj kohe lajmin e bujshëm që kishte zbuluar policia dhe së fundmi gjykata. Arsyeja që i pandehuri ka dhënë për kryerjen e krimit të tij ka qenë tejet e pabesueshme. Ai ishte xheloz për motrën e tij Isnien, në këtë rast nënën e Mevlanës, sepse atë gjoja donin dhe e përkranin më shumë prindrit dhe pjesëtarët e tjerë të familjes, sa vetë Idrizin. Për inat të motrës, ai kishte vrarë të bien. Mes shumë tensionesh, çështja makabre u mbyll në Manastir. Për vrasjen e dyfisht të 2 fëmijëve, drejtësia maqedonase e patë arsyeshmi t'i jepte Idris Dautit vetëm 15 vite burg, dhe sot ai është i lirë. Megjithse askush se ditës saktë se ku ai jeton, ka zëra në fshat që thonë se pas 7 vitesh ai ka dalë nga burgu. Po kush është Idris Dauti, cila ka qenë përbërja familjare e tij në vitin 95, dhe a ka patur vërtet arsye që të kryente një veprim të tillë, mbi të gjitha ndaj mbesës së tij. Që të flas rreth kësaj, fatkeqësisht edhe kjo bari bie Isnies, nënës së Mevlanës dhe njëkohësisht motrës së Idris Dautit. Në një qënë 4 fëmijë. Unë jam e madhja, është Idrizi, dhe në Aliu, në qëmit është i vogli. A prindët e mi kanë jetuar gjithë një jashtë Gurbet. Prindët babën ma qojnë e qërim, nënën as bie, se nëna nuk jeton më. Kemi qënë një, shamat s'kem pasur, se s'kem pasur si cutë, se në që të kesh grindje. Kap, baba në ndimonda, por nuk në asite të ulla dhe më ndimonda, të kishte gjelos. Por një te ishë fëmijëve sintë. Unë për atë dite, unë me familje nuk dava, se mi mori vlaj, ma afrë se vlaj kumë, ato prindit e ademit oshin, që ja prindit e tuj, e më dava mua beti me prindit si të milje vesh më me ato. Që në kryet e herës, Idrizi ka qenë personi i pari dyshuar për zhdukjen e vajzave,
por askush nuk mund ta vite gishtin mbi të, sepse provat nuk gjendeshin gjikundi. Kjo vetëm për pak kohë, sepse një dëshmitar i prishi alibin dajës me Vlanës, duke treguar të vërtetën e asaj mbasditie të 14 majit të 95-s, duke u bashkangjitur thënieve të sinqerta të fëmijëve të tjerë, të cilët atë ditë luanin në oborrin e shtëpisë. Idris Dauti kishte gënjur 2 nga 5 vajzat që rinin së bashku, duke i marrë me vete drejt fshatit shumë. 3 prej tyre shpëtuan fal faktit që u kthyen mbrapa për të marrë mushamat për të mbrojtur nga vesa e shiu të hollë që kishte filluar. Por kjo nuk i favorizoi me Vlanën dhe argëtimin. Disa minuta larg Ladorishtit, në fshatin shumë, kremtoi si çdo vit festa pagane e Remis, ku të gjithë banorët shkonin buzë në liçeni artificial dhe kryenin ritet e kësaj feste. Në mëngjesin e pas asaj date, të 14 majit, me Vlana kishte qenë atje me vëllain, motrën e persona të tjerë të familjes. Në orët e mbasditës, dëshira e voglushës ju bashkua lutis së dajës që ta ndiqte me fëmijë të tjerë, përsëri drejt fshatit shumë, duke u dhëtuar me një furgon taksi. Në qendër të Ladorishtit, taksisti i fshatit u bë kështu dëshmitari kyç që më vonë hodhi poshtë gjithë versionin e deri atëhershëm të Idris Dautit, se gjoja të mbasdite, ai nuk i kishte marrë vajzat nga abori i shtëpisë ku po luanin. Unë atëherë kam punuar si taksist, kam pasur një furgon dhe jam nisur që këtu në mes të fshatit. Kam qenë i parkuar në fakt aty edhe njeriu erdhi, dajoi vajzës erdhi me 2 vajzat edhe më lut t'i çoj në fshatin shumë. Atje bëhet një lloj feste në atë ditë. Edhe i kam çuar deri afër liçenit të fshatit, liçen artificiales, do të shohim. Edhe aty i lash, më pagoj parat, unë i ka qaru bë prapa. Ju zakonisht lëviznit vetëm me kaq pak pasagjerë? Po si ai mua më pagoj veçanërisht, se neve me aq pak pasagjerë nuk lëvizim, po kur të pagon ndonjëri ekstra të jepën, domethënë të pagon aq sa i kërkon, atëherë lëvizim, po. Po ai të duk se kishte një arsye shumë të fortë, pra që po përnatonte si thua gjithë furgonin që ishte për 8 vende, vetëm për vete dhe për dy fëmijë dhe tikte urgjent drejt fshatit shumë. Ai mua nuk më duke shqetësuar, vetëm mua më tha që ka qef që të mbërri parës atje se më dita kishte filluar të kthehej nga mbrëmja, edhe kishte qef që të shkon atje të shefën atë festën që bëhet në atë fshatin atje. Edhe më tha që prandaj shpejton puna, prandaj do të shkojmë më shpejt që mos bëhet më vonë, do të jetë shumë vonë. Megjithëse në atë kohë kur më mori ai mua për atje nuk ishte më pasagjer për të çuar, më së shumti kthehesin pasagjerë nga atje se sa shkonin. Ajo ishte koha kur njerëzit më kishin filluar gradualisht të kthehen nga e lashën e shumë dhe te vorrat e fshatit, me që kishte shumë maqina, unë s'mundesha më të kaloj më tej se ishte rruga e zënë, i lash aty zbritën nga furgoni, u përshëndetëm ditën e mirë, e unë nuk seva prapë. Po në sjelljen e tij atë ditë vërejtet në një gjë ndryshe nga herët e tjera përderisa thatë që ju e njihnit. Asnjë farë shqetësimi unë nuk vërejt atë edhe nuk ura në dyshim asgjë që të. A ka patur raste të tjera që kanë ndodhur në këtë fshat, në historitë të ngjashme të çuditshme, ndoshta rrëmbim fëmijësh, duke fëmijësh? Mua më duket se jo, unë nuk kam dëgjuar. Por në fshat që të janë mbyer fëmijë të tjerë të ketë pasur ashtu raste, unë nuk kam dëgjuar dhe besoj që s'ka pasur. Të gjitha këto fakte normalisht do të rëndonin mbi personin në fjalë, sepse ai kur nuk tha të vërtetën e atyre që më vonë vërtetoheshin si të tilla. Mbas 17 vjetësh, detyrimisht që lind pyetja. Përse një ngjarje e tillë vihet përsëri në qendër të vëmendjes, përderisa ekzistojnë 2 varre bashkë me varrëmisin e jetëve të tyre? Nëse nga detajet e treguara shkurt për sakt nuk kuptohet, këtë mund të argumentojnë shumë mirë familjarët e Mevlanës, por edhe banorët të shumë të Strugës. Përse nuk u lejua që të hapeshin 2 qeset plastike që thuajse mbanin trupat e viktimave, e përse duhej që të varroseshin urgjentisht? Si mund të futeshin në 2 qeset të thjeshta,
trupat e 2 njerëzve 10 e 12 vjeç, cili mjek ligjore ka vërtetuar se ato 2 trupa i përkasin me Vlana Bizatit dhe argëtime Çajës dhe mbi çbaz. Kush e ka vërtetuar? Cili dëshmitar? Që në ato qese kishte vërtet trupa njerëzor dhe jo kockat e një kafshe. Mbi të gjitha, sa e vërtet është dëshmia e Bariu që ka pretenduar se i ka gjetur trupat e vajzave. Për të gjitha këto pyetje që s'marrin përgjigje, të afërmit kanë ushqimin më të mirë për të shpresuar se vajzat janë gjallë. Thashetheme të shumta qarkullojnë në Strug, ku thuhet se Daja thjesht i ka shitur vajzat për trafikim në Itali, por nuk i ka vrarë dhe s'di gjë tjetër rreth tyre. Që Idris Dauti është bashkëpunëtor në humjen e 2 vajzave, këtë e ka thënë akoma Mash për ligji që ka rënduar ndaj tij. Nëse supozohet se e vërteta nuk është ashtu siç dihet zyrtarisht, përse personi në fjalë të pranonte të kryente gjitha ato vite burg e ndarjen nga familja e tij? Ndoshta ai nuk është i vetëm, ka patur dhe bashkëpunëtor të tjerë më të mëdhenj në pozitë, të cilët mund ta kërcënonin këtë të fundit në rast të moszbatimit të urdhrave. Kësaj frike se kush mund të qëndrojë prapa kësaj historie, ndoshta i druan dhe familja Argëtime Çajës, të cilët nuk pranuan të na japin intervistë për njerëz të humbur, por që u duk qartë se ata kishin frikë. Varet pa emër të 2 vajzave nga fshati Ladorisht i Strugës, po dridhen nga themelet e së vërtetës pas 17 vjetësh. Të nderuar miq, pra cila është e vërteta e kësaj historie, çfarë ka ndodhur vërtet me vajzat, pse familjarët shpresojnë dhe kanë ardhur në një emision si emisioni Njerëz të humbur për të marrë vesh të vërtetën. Çfarë ka ndodhur me Idris Dautin? Vërtet ai ka gisht në vrasjen e vajzave? Nëse po, cila ka qenë arsyeja pse në fillim nuk e ka pohuar dhe mëtej e ka pohuar? Ka shumë pikë pyetje, të cilat duhet thënë se ngelen e gjithë dosjen e zhdukjes së të 2 vajzave. Unë thash dhe pak më përpara që ne familjarët e saj kemi sonte të ftuar në studio, pra familjarët e Mevlanës, kemi babain dhe vllajin. Ka shumë pikpyetje në histori. Ne e kemi thënë e stërthën disa herë në emisionin tonë, pra për historinë zoti Adem. Megjithatë, ndërkohë ju keni të gjitha të drejta tuaja, të mendoni se diçka ka ndodhur atë ditë. Unë do doja t'ju bëja vetëm një pyetje, sepse sonte do të flasim shumë, do të flasim për dëshmimtarin, do të themi gjitha gjërat e tjera, pse ju dyshoni dhe sa më shumë kalon koha, aq më shumë mendoni se vajzat nuk janë, pra vajza juaj nuk është në atë varr. Madje tashmë kemi dhe të dhëna të tjera më të rëndësishme zyrtare. Megjithatë, unë do doja t'ju pyesja gjatë gjithë kësaj periudhe që ju nuk keni qenë në emisionin ton, por jam e bindur që keni kërkuar dhe gjithmonë nuk rreshni së kërkuari për të zbuluar të vërtetat se çfarë ndodhi atë ditë. Keni marrë vesh ndonjë të dhënë për Idris Dautin? Keni marrë vesh se ku jeton ai? Keni marrë vesh ndonjë thashëthem që është folur në përfshat? Të thashëtheme kemi marrë që vesh jeton për në Kumanov. Ka shkuar jeton në Kumanov? Se me Qamira nuk e dhe. Vetëm e dim që vinë natën likë, natën vinë, unë nëse keni parë fytyrën fare. Lebit, unë do doja t'ju dyve t'ju bëja një pyetje, sepse unë mendoj se ky person është strumbullar e gjithë historisë. Pavarësisht se ai është dënuar, pavarësisht se ka kryer një dënim, pavarësisht se në gjykat në momentin e parë nuk e ka pohuar, mëtej ka pohuar faktin se ai ka vrarë vajzat, por kemi një dëshmim tjetër që një person i cili ka qenë të njëjtën qeli me Idris Dautin, brenda në qeli ky i ka thënë se unë nuk i kam vrarë ato vajza. Sot e me ashtu thotë. Po, juve gjithë këto vite, sa vite kanë kaluar? 19 vjet. Në gjithë këto 19 vjet, keni tentuar ndonjëherë të shkoni, të trokisni derë, të takoni, të uleni të flisni me të? Jo, nuk kemi shkuar atje. Unë e kuptoj gjitha të që ka ndodhur, jam shumë e bindur. Por, nga ana tjetër, kjo është një medalje... Unë kam tentuar me kryetarin e fshatit, kryeplakun. I kam thënë që si do të bosh, të takosh. A ju kam tentuar. Ama s'ka marrë rezultate tamam si duhet.
Çfarë i ka thënë? Nuk është afruar, nuk ka afruar. Nuk është afruar. Nuk ka afruar. Edhe shumë e kam lutur, e kam borë, edhe ajo e ka ecur, ja di për derë, ama s'kam bërë qëllimin. Ndërsa ju vetë personalisht nuk keni Jo, nuk kemi ne, s'kemi punë. Kemi qenë në pozicion shumë të keq zona. E kuptoj shumë mirë sepse nga ana tjetër në njërin anë është deklaruar vrasi i motrës i vajzës tuaj dhe në anën tjetër është dhe daja. Dajavës. Ndërkohë që pra bashkëshortja juaj dhe nëna juaj Lebit është detyruar të shkëputë çdo lidhje me familjen e saj vetëm për këtë histori. Ajo zona ide praktikisht tërë familje për 2 fëmijë, për mua dhe për motrën. I cili tha, u dogja me njën, u doja të digja me 2. Me 3, me si gjithë motrën bashim 3. Nëse ai nuk e ka kryer këtë krim, cila ka qenë arsyeja pse e ka pohuar në gjykatë? Unë do doja të ndiqnim një insert që ne kemi grumbulluar gjithë procedurën e gjyqit, të gjithë ato që ka deklaruar. Fal një bashkëpunëtorit e emisionit tonë dhe unë do doja të ndiqnim këtë insert, në të cilën ne kemi, është një insert investigativ, në cilën kemi vënë materiale shumë të rëndësishme të cilat janë deklaruar në gjyq, të dhëna të tjera të cilat kanë ardhur në emisionin tonë, por më mirë ndjekim insertin dhe kthehemi edhe më njëherë në studio. Publikimi në Njerëz të humbur i historisë së zhdukjes së 2 vajzave nga Struga, me Vlana Bizati dhe Argëtime Çaja, ka marrë zhvillime mjaft interesante. Pas 17 vitesh, banorët e fshatit Ladorisht duket se po përjetojnë ndjesi të ngjashme, por tashmë të mbushura me shpresë. Një lloj si në majin e 1995-s, kur vajzat humbën pa lënë gjurmë. Nga ana tjetër, në skenë po dalin fakte e dëshmi të vjetra e të reja, të cilat tentojnë t'i japin ngjarjes një rrjedhë pozitive. Një ndër personazhet kryesor i cili nuk mund të anashkalohet në asnjë moment, ka qenë dhe daja e Mevlanës Idris Dauti, i akuzuar në ato vite për vrasjen e 2 vajzave, veprim për të cilin gjykata e Manastirit i kishte dhënë 20 vjet heqëlirie. Një gazetar i televizionit të Maqedonisë, programi në gjuhën shqipe, e ka pasqyruar në këtë mënyrë procesin e asaj kohe. E mërkur 27 shtator 1995, mbaroi procesi gjyqësor i vrasësit Idris Dauti. Kolegji penal i gjyqit të qarkut të Manastirit, i kryesuar nga gjyqtari Blashe Stojanovski, pasi dëgjoi 10 dëshmitar, ekspert të mjekësisë, prokurorin, të akuzuarin dhe mbrojtjen, sot në orën 14 shpalli vendimin e dënimit kundra Idris Dautit, 29 vjeçar me vuajtjen e dënimit më të rëndë prej 20 viteve. Idris Dauti nga fshati Ladorisht i Strugës u akuzua për vrasjen e 2 vogëlusheve me Vlana Bizati 10 vjeçare dhe Argëtime Çaja 12 vjeçe, me datën 14 maj 1995, për veprën penale, vrasje të kualifikuar nga neni 37 i ligjit penal, paragrafi 2.6. Gjatë procesit gjyqësor që zgjati 2 ditë, dje dhe sot, i akuzuar e mohoi në tërësi kryerjen e veprës penale, edhe pse gjatë procedurës hetimore dhe rekonstruimit të ngjarjes e kishte pranuar krejtësisht veprën e kryer. Mohimi i të akuzuar gjatë procedurës ishte në kundërshtim me deklaratat e dëshmitarëve si dhe provave materiale. Prandaj, tha prokurori publik Tone Petlichovski, kërkoi t'i kumtohet dënimi maksimal prej 20 vjetësh. Ndërsa prindrit e viktimave të vogla, tje para gjyqit kërkonin për kompensim fëmijët e tyre. Avokatja mbrojtëse të akuzuarit kërkoi nga gjyqi i qarkut, respektivisht nga kolegji penal, që të bëhet edhe një herë analiza psiqike të akuzuarit, nga se një njeri normal nuk mund të bëjë një vepër të tillë makabre. Kanë qenë të shumta telefonatat në studio dhe në redaksinë e Njerëz të humbur, të cilat kanë hedhur dritë mbi sjelljen e personit në fjalë, duke marrë për bazë alibin dhe mbrojtjen e tij, duke pohuar se ai nuk ishte autori i vrasjes së 2 të miturave. Unë kam qenë domosdoshmë në burgun e Idrizovës, me Idrizin. Po. Edhe aty jemi takuar me Idrizin. Edhe rri shumë herë, shpesh rri me to,
pijnë kafe, edhe hajnë drekë, mëngjes. Ku në çfarë vendi e vuani dënimin? Në Shkup. Në Shkup. Në Shkup, po, në Shkup. Në të, edhe unë kam njojtur Idrizin edhe para në Burg. I keni njohur dhe përpara saj të... Shumë pak, se i kemi qenë afër këtë qinë. Rajta këtu me Radolishtin ishim afër edhe na ka lidhur disa punë që shkojmë are, po shumë pak e kam njojtur. Atje pastaj e kam njojtur më tepër. Edhe bisedojmë me Idrizin, e thoshim po çfarë që i vrave ti mbesat e tua. Ne krijojmë edhe ne vetëm një farë diçka një urrëtie. Po. Ka me këtë prima e thoshte që unë nuk i kam vrarë, thoshte. Edhe as nuk kam ndjeni, po këtë thoshte vetëm sa ma kanë bërë pala maqedonëse dhe policia, ma kanë montuar për të më dënuar. Dhe unë se kam pranuar, thoshte, as në gjyqje dhe as gjefare, thoshte, dhe nuk i kam bërru. Dhe prit. Sa të dëronde Idrizi me ne, me shokut atë. Sa vjet ishte dënuar Idrizi? Idrizi ishte dënuar 20 vjet. 20 vjet. Jeni në djeni se sa vite ka bërë? A i ka bërë, unë atje kam dalë, dhe ku kam dalë në 2005, në qershor të 2005. Në qershor ju... A i arriti të më dhanë që dilte në Burg, gjysë të hapur jashtë, edhe ka ardhe, edhe nuk vinde në shtëpi, po vinde takoj me grua në Shkup. Kështu na thoshte ne kur vinde atje. Nuk shkoj në shtëpi, thoshte në Radolisht, po dalë në thoshte takoj me grua, i vinde grua janë në takim atëre. Edhe atje kam lënë, unë ka bërë se janë 17 i ka bërë. Përse i kështë pohuar në seancën e tretë? A i thoshte s'kom pohuar as gjë, thoshte unë. Unë nuk i kam vrarë, thoshte. Edhe s'kom planuar, thoshte. Si? Ja, unë klipet gjoj që e ka pohuar në seancën e tretë. Këtu, dhe prandaj u bëra kurios që shkojta mesazh. Pra, ju thoshte nuk kam pohuar, por i kështë quar vajzat, ju a kështë treguar në njërë historinë, se nëse i kështë quar vajzat... Ja, nuk në i tregon dhe histori, vetëm se unë se kam bëra dhe prilë, thoshte. Thuhet se në qelit e Burgut, Idris Daudi është keq trajtuar vazhdimisht nga të burgosurit e tjerë, të cilët nuk e honepstin dot për veprimin për të cilin ishte dënuar. Por ka qenë dëshmi të tjera nga banorët e Ladorishtit, të cilët kanë interpretuar veprimet e Idris Daudit në ditët kritike përpara gjetjes së trupave nga policia. Thuhet se atij janë gjetur një shumë e konsiderueshme parash në shtëpi, disa ditë pas humbjes së vajzave, të cilat kurse si nuk mund të justifikoheshin me punën e rëndomt të cilën bënte ai në atë kohë. Kjo të jep përshtypjen se Daja e Mevlanës është paguar nga dikush për shërbimin e kryer me sukses. Nga ana tjetër, qyteti i Strugës ka disa kohë që zihen nga një lajm i sjell nga një person që ende nuk ka emër, sipas të cilit fill pas zhdukjes Mevlana dhe Argetimja janë quar për trafikim dhe shfrytëzim prostitucioni në Itali. Dikush i ka parë në një lokal, po në Itali, vite më vonë, dhe thuhet se vajzat kanë pohuar se ishin nga Ladorishti dhe nuk i lejonin të komunikonin me familjet e tyre. Në faqen zyrtare të njerëz të humbur në Facebook kanë qenë me qindra komentues të cilët janë interesuar për të hedhur dritë mbi fatin e Mevlana Bizatit dhe Argetimit Çajës. Një prej tyre ka hedhur dyshimin se Mevlanën e ka parë në një diskotek në qytetin e Milanos. Ajo njihej me emrin Mariana dhe deri në Itali kishte mbërritur duke kaluar peripeci të mëdha dhe aktualisht duket se përdorej për trafikim. Po a ka qenë vërtet Idris Daudi, Daja e Mevlanës, vrasësi i 2 vajzave, e mbi të gjitha, a u eliminuan atë 14 maj të 95-ës, apo Idrizi u përdor thjesht si karren që vogëlushet të shiteshin për trafikim? Këtë më mirë se kushdo, e di vetëm ai dhe shkenca e cila do vërtetojë nëpërmjet analizës së ADN-s, nëse në ato vare gjenden trupat e 2 kushërirave, apo e gjithë kjo histori ka qenë një sprovë të mëshme për të kaluar nga familja dhe banorët e Strugës. Pra një histori thriller, e cila tronditi gjithë Strugën, Ladorishtin dhe gjithë zonat përreth dhe pothuajse gjithë Maqedoninë,
kur u publikua si histori dhe kur u publikua fakti se ishte vrarë nga daja i tyre, pra nga Idris Dauti. Ndërkohë që dëgjuam në insert se ai vazhdimisht dhe nga një dëshmimtar i cili ka telefonuar në sezonet e kaluara në emisionin ton, se ai vazhdimisht në qelin e tij pohonte faktin se nuk i kam vrarë vajzat, kjo është sajuar e tëra nga policia maqedonase, e të tjera. Ndërkohë që një person tjetër që unë mendoj se është shumë i rëndësishëm, por dhe për fatin tuaj të mirë ju keni arritur të kontaktoni me të, është pikërisht Çobani, i cili ka qenë i pari që ka lajmëruar policinë dhe që ka dhënë pronarin e dhënëve. E dhënëve. Ju e keni kontaktuar atë, e keni gjetur më në fund kush ka qenë ky Çoban, i cili për herë të parë ka dhënë lajmin. Atë lajm aq të tmerrshëm që ju keni marrë, ndërkohë pastaj më vonë dhe policia. Më thonë se kemi këtë Çoban e kemi në kontakt, gazetarët kanë folur, jeni lidhur me të apo jo? Megjithatë unë do doja të dija, ju keni kontaktuar vetë me këtë Çoban, çfarë ju ka thënë ai? Çoban të tëra, çka ka të dy ka. Ne do ta dëgjojmë pak më poshtë. Zona Aida Bariu që ka punuar te Boja ka qenë slaf, banonte në Strug, në qytet, po kishte në Vishnjë, thonë poshtë që është katunit. Ne pam në insert një bunker aty ku ishin gjetur të dyja qeset, apo jo, edhe rrobat. E cila Zona Aida bie ndesh me deklarate e pronarit me Çoban, me Bariun. Se ka qenë Bariu personi parë. Pra, Bariu, me të cilin e do flasim tani, ka qenë personi parë që i ka parë, ky ka lajmëruar pronarit të tij, i cili ka qenë në Maqedonas. Po, dëshmia që ka thënë pronari nuk është Remars. Shumë bjen kundërshtim me dëshminë e Bariut që i deklaron. Atëre, e kemi në linjë, jeni lidhur me Bariun, i cili është personi parë. Linja nëmër 2, regjia, Mirëmbrëma, zoti Isuf, përshëndetje. Alo. Mirëmbrëma. Isuf jam. Mirëmbrëma, Isuf. Ju keni qenë personi parë që keni parë nga afër pra të dyja qeset dhe me njerë keni vënë alarmin duke lajmëruar pronarin tuaj. A mund të më tregoni si ka qenë atë ditë dhe çfarë keni parë? Alo. Po ju dëgjojmë, Ismet. Alo, dëgjona? Po ju dëgjojmë shumë mirë. A mund të më tregoni se... Po, ju dëgjojmë. Alo. Ismet, unë ne të dëgjojmë shumë mirë. Linja nëmër 2, regjia. Alo, të fasa? Më dëgjon tani? A dëgjona jo? Ismet, të lutem më dëgjon nga telefoni. Isuf, më dëgjon nga telefoni dhe jo nga televizori. Edhe, kërë qena nga leja me Çoban në vend, edhe vajta me vend pasaj ditën tjetër. Vajta me vend ditën tjetër, zakonisht e shkrejnë në 5 e gjysmë aty me qëllim të shkullose vend se mbyllen ato. Edhe aty të shumë të bunkeri e kam atë rëpun vazhimishën dhe taj bunkeri u flavë. Edhe ishte si pra figurat zupinu, edhe dhe aty dhe kje një shkep të prishin ka ato në zjarën. Dhe raport të buke pasaj ishte një kamë e vogën me sharape, bëj gri. Edhe dhe më tu qande, ishte një kokë e vogën në kurin kakaohet e atyre automatikut. Pasaj, ishte një fandela aty, plaska gjera s'kisht aty fare. Si? Edhe tola unë pasaj, i ka me të kasolla të ku i mbyllë, i mollim dhe të tëra, e në fund me ndojshën e më sa është bëja të me ndojshën. Isuf, më di... Isuf. Një kokët të vogën dhe në buke ju thra ku shkoj për tjetët dhe të aja të i mbet kolojtë. Edhe e kaqë edhe ikën ata, kur ikën ata dhe herë pasaj, politat, dhejnë aty të ndave në njësët,
Kështu avën të prapun, e kisha aty të bunkeri, ato plasmasë ato doktorit. Ishte të aja. Nuk ka shumë, o para një jave për dhe që i drizë i Dautit, po që asë në rrugë kryjë që shka për nga Gurorja, për nga Vishnja. Me që asë unë u trema që a i më të regojë të mua që kanë qënë unë të bunkeri sa 15 vjetë aty të para, sa e mbaje të kasola. Tash ma nuk më të rëgjë, se pa mi gjëhen të rëgjën, se pa një zullum të kajën që aty të kasola e borës. Edhe kishte një fëmijë vogël ai, një 2-3 vjeç mbapat. Kur pasi ja su po kjo i gjeta këto. Çupa duke. Edhe para ka kohës, gjeta gjithë të divave ku është ai Talipi ka ati ato dystët. Dhe unë e ti mirë vendin aty, ku ka feta Ismaili, gjithë ati kjesa me plaska të këtë stupave. Isuf, sepse nuk dëgjojsh mirë, nuk të dëgjoj mirë. Isuf, më dëgjon? Ati që ta sa gjevon, po ta që që pre e pylli. Atere, do doja regjia të kalonim në linjën të gazetarë, nuk e dëgjoj fare, dhe me sa jam në djeni edhe familjarët, por edhe publiku, ndërkohë që Benard, ti ke folur me të dhe e keni marrë dëshmin saktësisht se çfarë ka ndodhur, sepse ne nuk e dëgjojmë mirë telefonatën. Atëherë unë po i bëj një përmbledhje pak a shumë të asaj se çfarë na ka deklaruar. Ai ka thënë se ka punuar rreth 15 vjet në atë zonë. Edhe zotria thot se pikrisht në vitin kur ka ndodhur ngjarja në 95-ën ka qenë çoban tek Bore Leçi, që është një është pronari i gjithë dhe i shtetas Maqedonës, i cili nuk jeton tashmë më në fshatin Vishnje të Strugës. Në qershor ndodhasha tek Ara e Ymet Kolonjës, për ata të cilët jetojnë atë zonë dihet se për ku bëhet fjalë. Aty është një bunker i madh, thoshte ai. Një ditë teksa ai po kulloste vend, në afërsi të bunkerit ka ndjerë një aromë të keqe. Qenë të rinin vazhdimisht dhe lefnin në afërsi të bunkerit. Rreth orës 5 apo 5:30 të mbasdites, ai ka qenë hypur në pjesën e sipërme të bunkerit dhe ka qenë duke luajtur me një kuti shkrepsesh. Befas i tij i ka rënë nga dora dhe ka rënë në brendësi të bunkerit. Në këtë mënyrë ai është futur brenda dhe në hyrje ka gjetur një këmbë të vogël, thjesht kock, pa pjesën e mishit pra, dhe një çorape gri të futur në të. Brenda në qoshe, si thot zotria, ishte një kafk gjysëm e mbuluar, por ishte një kafk e vogël, pra që të bënte të mendojë që mund të ishte një fëmijë ose nuk është e përcaktuar nëse mund të ishin eshtra njeriu apo mund të ishin vërtet eshtra të një kafshë. Gjak nuk kam parë, thot, dhe as objekte të tjera, vetëm një fanell të madhe, të vjetër, ngjyrë të zezë. Rreth orës 7:01 çerek i kam çuar delet në vath dhe më pas i kam thënë Bores, pronarit të tij, që kam gjetur ca eshtra fëmijësh, mendoj se mund të jenë eshtra fëmijësh. Ka qenë një kokë edhe disa eshtra dhe nuk e di të kujt janë, edhe se si t'ja bëjmë. Ai ja ka ndaluar rreptësisht që këtë informacion t'ja japi dikujt, edhe mbi të gjitha t'ja japi policisë, sepse në atë zonë zotria në fjalë Isufi pra ishte pa leje qëndrim të rregullt, edhe nuk donte të kishte probleme me policinë. Kur themi pa leje qëndrim, Isufi nuk është nga Maqedonia, pra nuk është shqiptar i Maqedonisë, por është nga zona e Pogradecit. Po nga Mokra. Kishte, po, nga Mokra dhe kishte shkuar atje për të punuar. Ka punuar, siç e thash edhe në fillim, siç ka thënë ai, ka punuar rreth 15 vjet si argat, si bari. Si bari. Kjo ka qenë dëshmia që ai ka dhënë. Po, dhe pastaj policisë më vonë këtë informacion ka qenë Borja i cili ja ka dhënë policisë atë informacion. Ka qenë ndonjëherë në gjyq, ka qenë prezent ndonjëherë, është marrë ndonjëherë dëshmi
si dëshmimtar Isufi? Jo, nuk është marrë asnjëherë. Borja, pronari. Borja ka vajtur, ka shkuar, ka folur në emrin e tij. Po. Por, si që jemi në djenit pakten me ato çfarë kemi biseduar me Isufin, me Çobanin që ka qenë në ato kohë, dhe me zotin Adem, Borja ka dhënë dëshmi disi të transformuar, ka pretenduar se i ka gjetur vetë, ka pretenduar se ka parë dhe shenja gjaku, edhe nuk ka qenë kjo dëshmia siç ka thënë personi i parë i cili në vërtet i ka gjetur, dhe nuk ka parë asnjë qese plastike në të cilin mund të ishin vendosur kockat. Ndërkohë, Borja ose policia kanë dalë me versionin zyrtar që eshtrat i kanë gjetur të paketuara në qese plastike. Edhe njëherë, Isufi në çfarë date deklaron se e ka gjetur këtë? Disa ditë përpara. Mbas 14 majit? Po sigurisht, mbas disa ditë mbrapa? Po, mbas 20 thaj. Rreth datës, çfarë date? Zonja Ida, se me pa i ka gjetur teshat e vajzave, i ka gjetur dikur të 18 maj. 18 maj. Para se të gjihen gjëja kufomat e vajzave. Fillimisht ka gjetur teshat, po ka gjetur në një tjetër vend. Diku në rreth 20 majit ka gjetur. Jo, teshat i ka gjetur rreth diku në 20 maj. Kurse kufomat i kanë gjetur korrik. Me 25 korrik. 25 korrik. Qershor. Qershor. Po 6 javë ka. Kjo ka qenë dëshmia që ka dhënë pikërisht ky Bari, i cili ka qenë dhe personi i parë që ka parë pikërisht këtë gjë. Ai deklaron për një kufom? Ai nuk mund të përcaktohet tamam për një kufom apo se çfarë ishin, sepse ato ishin thjesht mbetje kockore. Betorina, të dërmura. Ishte thjesht një gjymtyr, ishte thjesht një gjymtyr skelet bashkë me një çorape dhe ka qenë dhe një kafk gjysmë e mbuluar me gur të vegjël, ndoshta në pjesën fundore të bunkerit. Kjo ka qenë dëshmia që ka dhënë ky Çoban. Të nderuar miq, do thoni juve përse ju kthyet prapë kësaj historie, çfarë ka ndodhur. Në fakt, familjarët asnjëherë nuk kanë besuar, diçka ka pasur shumë enigma, shumë pra pikpyetje që ata i kanë shoqëruar që në momentin, sidomos zoti Adem, që në momentin që ju i keni varosur pra pikërisht të dy qese që ju ka dhënë policia maqedonase. Gjithmonë keni dyshuar se ajo nuk ka qenë vajza juaj. Po. Ju keni qenë prezent në këtë gjyq që është bërë pra me... Unë kam qenë prezent vetëm ditën e parë. Vetëm ditën e parë. Smeteronjë edhe ditën e parë e të rova edhe i ka ditën e 3 ditë kam pas. Je marrë në njërë në pyetje nga policia? Jo. Edhe ta që kam marrë. Asnjë nga familja juaj nuk është marrë në pyetje për e thana se si ishin larguar vajza dhe gjithë shka? Ato, zonja Ida, vinjën para se të gjihen gjëra kufomat. Vinte policia, mirë të në pyetje motrën. Po, por në gjyq jeni marrë në pyetje? Vetëm një ditë e shkova në manastir edhe... Nuk shkuat ma asnjëherë? Vetëm e para shkuam, që e dënëzuam që e lemëruam, shkuam në polici, në strug. Kur ju fillua të dyshonit se këtu diçka ka ndodhur, unë doja t'ju bëja një pyetje, zoti Adem, jeni drejtuar edhe njëherë organeve kompetente për të rihapur çështjen? Jo. Unë kam marrë drejt e ty ajde. Direkt në emisionin tonë? Unë nuk kam besim të dhe hapi parë që ne kemi hedhur atëherë, më kujtohet në hapat e para kur ne kemi publikuar historinë, ka qenë të bëhen analizat e ADN-s. Edhe ato i bëm. Me njëherë ju shkuat dhe me një orientim që patët edhe nga ne, shkuat për të bërë analizat e ADN-s. Mbasi i bën analizat e ADN-s dhe imi duke parë dhe kopjen, figuron që nuk është vajza juaj. Po. Këtu, akoma më shumë fillua të ngjallen shpresa se çfarë ka ndodhur me Vlanën. Unë i besoj varin që e zbërova varin. Edhe s'ka, ADN-a duhet të bërë se me të mos, pa ADN-a s'u mesim ne. Atë varin nuk ka azi me qeq. Dhe pik, kjo është. Edhe ADN-a doli tamam, si duhet, fëmijët nuk janë. Fëmijët, i dhja ju ku i ka qura fëmijët. Se ajo ishtë prezent që i mori fëmijët. I mori të nami, ajo ti gjepë fëmijët. Se kush ja mori, se kush ja dha, ajo e ti vetë.
Kryqëzisht ai është. Ai dhe personat e tjerë që kanë sajuar gjithë këtë histori dhe ata që për mendimin tim edhe të stafit tim mbajnë në fshehur gjithë këtë enigmë, jo vetëm të Mevlanës dhe të argëtimes, por dhe të shumë fëmijëve të tjerë që kanë humbur dhe janë zhdukur në rrethana misterioze në Maqedoni, të cilët familjarët të cilëve kanë ardhur në emisionin tonë, sepse mos harrojmë se në kohën që ka humbur është zhdukur Bleona Mataj, në po të njëjtën periudhë sërish një djalë i vogël rreth moshës 8 vjeç është rëmbyer brenda në Shkup në shkollën e tij, shumë afër banesës së tij. Zona ida të thonë edhe një të thonë, të neve në fshatin tonë radikalisht, ka të çështje janë bërë, nuk kanë zbardhur asnjë. Ka të vrasje janë varë, nuk kanë zbuluar asnjë. Të marrë Sultan Mehmetin, mund ta dini edhe ju, nuk kanë zbuluar. Po, patjetër është paraqitur dhe në emisionin. Besnik, Ajron, Evran nuk e zbuluan. Lut Lenin Evran nuk e zbuluar, në fshat tonë është bërë merë. Edhe jo të kam dhimin unë do të shkakojmë, po kam një është një fshat i bukur që nuk ta merë mendja. Ama nuk e zbuluar në zi Maqedonë, asesiq. Jo që unë e kam digën edhe po nuk asesi, nuk e zbuluar. Ka të qështë asesiq. Edhe fëmit të tërë dinë që kushën, kalmë. Si janë marë, si kunë, nuk. A boj ftesë shqiptarëve, anë e mbarë nga janë, të qëllat dinë që ka. E të rgojnë vëlla, që është e fëmishë. Në këtë se fëmija nuk ka. Dashuria më amri fëmijarës. Dhe ti e shefa të, këtë qërojmë. Në kaqës. Pra, me njerë me zbulimin e ADN-s, del që ato nuk ishin vajzat, asë njërë asë kishin lidhje fare, dhe njerë historia këthet nga e para. Keni menduar pra të vazhdojmë bashkarisht, sigurisht ne nuk i ndajemi kësaj histori derisa të zbulojmë të vërtetën bashkarisht, dhe unë këtu do ndoja dhe ndihmesën e shumë juristave etuese të cilët merren me raste të tilla, t'i rikthemi edhe një herë kësaj historie. Për mua strumbullari është Maqedonia, është Struga. Vështirësitë tona janë të shumta sepse Maqedonia është një shtet tjetër dhe është pak e vështirë që ne të hyjmë atje dhe të kërkojmë, megjithatë jo e pamundur. Në fakt, ne si staf do kërkojmë bashkëpunimin edhe të medias maqedonase, atje edhe të mediave shqiptare të cilat kooperojnë në Maqedoni, në shtetin Maqedonas, por jo vetëm kaq, por edhe të policisë. Ne kemi menduar që kjo çështje të marrë për masat e duhura dhe të kthehet edhe një herë nga e para dhe të hapen edhe një herë dosjet. Kush kanë qenë arsyet përse ka ndodhur kjo histori dhe kush kanë qenë ata persona cilët janë përgjegjës? Si ta besoj unë atë Maqedonë që as doktorës ka marrë pjesë, unë doktorit, unë mirë të doktori specialit, vini special, aty vini unë si prezent, si familja aty, si baba, unë s'ka marrë pjesë asë që, vetëm më të rridhën e që e gjithë në kofomën. Unë ku ti besoj? Ti besoj plasmasit? Dhe unë, qa besim të kemë të ju? Po, Benard. Të kjo që thotë Zotja Dim do doja të ndalesh, se si që pamë edhe nga insertit thuaj që ishin 10 dëshmitar prezent që kanë dëshmuar në procesin gjyqësor, ka qenë dhe eksperti mjeko ligjor. E tha tamam edhe Zoti dhe Adem, çfarë mund të ketë dëshmuar eksperti mjeko ligjor, mbi çbaza është bazuar ai për të vërtetuar se ato mbetje kockore u përkisnin Mevlanës dhe argëtimës. Ku në të vërtet nuk është bërë qoftë edhe një test i vetëm apo një krahasim me familjarët në mënyrë që ata të ishin të bindur se kishin të bënin vërtet me ato dy trupa dhe jo me diçka tjetër. Edhe dëshmitarët, kush janë dëshmitarët, sepse nëse thuhet dëshmitar në kuptimin e plot të fjalës, dëshmitar mund të jetë vetëm ai që e ka parë në vend ngjarje, edhe ka parë aktin që mund të ketë kryer në thonjza daja vrasjen ndaj këtyre dy vajzave. Por
s'ka pasur asnjë dëshmitar në vend ngjarje. Ju keni takuar edhe taksistin, i cili ka dhënë dhe ai një intervistë, ne e dëgjuam para kamerave, është marrë ndonjëherë në pyetje? Po, si dëshmitar, ka qenë edhe ka dëshmuar. Sigurisht ai ka dëshmuar po të njëjtën gjë. Dëshmia e tij vlen deri në momentin që ai i ka dërguar buzliqenin dhe aty ka lënë dhe sigurisht është rikthyer mbrapa dhe dëshmia e tij ka qenë e prerë sakt edhe tamam ashtu siç është kërkuar dhe siç ka ndodhur. Në fakt, shpeshherë kemi bërë pyetje vetes, e kemi diskutuar si ka mundësi që një person të pranoj një akt për të cilin shpeshherë thotë që nuk e ka kryer. Cilat mund të qenë motivet që ai të pranoj të kryej disa vite e burg për një gjë për të cilën ai prap i mëshon faktet se nuk e ka bërë. Duke plagosur një familje dhe kjo familje është pikërisht familja e motrës së tij, duke marrë vesh që mbesa e tij është e zhdukur edhe shumë gjëra të tjera të cilat... Në fakt, përveç presionit që mund të ketë patur nga personat me të cilët ka bashkëpunuar, ne kemi hedhur hipoteza, por që natyrisht ato edhe mund të vërtetohet nëse bëhet një proces i rregullt hetimor dhe edhe gjyqësor, që bashkëpunëtore me të ka qenë edhe bashkëshortja. Dhe normalisht në mënyrë që mos burgoste bashkëshortën dhe disa të afërm të tjerë ka pranuar fajin mbi vete, sepse ishte i vetmi person i cili mund të merrte gjithë fajin mbi vete, se ishte personi i cili mori vajzat nga pragu i shtëpisë dhe i çoi aty ku ai e di. Që ende nuk është e qartë. Nëse është e kundërta, ne ftojmë zotin Idris Daudit të telefonojë në emisionin tonë dhe të na thot cila është e vërteta për të qetësuar familjarët e motrës së tij, motrën e tij dhe për të marrë vesh se si është e vërteta e Mevlanës dhe argëtimes. Zoti Adem, juve keni diçka, dëshironi të thoni diçka, cili është apeli juaj sot për gjithë teleshikuesit, për gjithë organet kompetente të Maqedonisë, për gjithë ata të cilët mund të ndihmojnë për këtë histori? Dëshiroj nga ana e mbanë shqiptarën, nga ana shqiptarët, Zvicër, Gjermani, ana e mbanë, të klobi, i bëj ftesë, në qore ditë gjikash e tregojnë këtë dhjonë. Lebi? Zonja Ida, së pari, dosha ti përëndëroj qytetarët e Strugës të fshati shumë, që e di që në shumë persona. Je kanë parë ngjarjen të vajzave se si kanë rrjedhur, si kanë marrë, si ka ikur. Edhe ka dëshmitarë që e din po ndruhen, kanë frikë të tregojnë. Po ashtu do të bëjnë thirrje gjyqtarët që janë në Strugë, cilët janë të pësuar shqiptarë. Shqiptarë? Të marrë këtë punë çështjen tonë në dorë. Ta çojë gjë në fund. Në fakt, unë kam menduar këtë gjë dhe ne do t'ju ndihmojmë, ndoshta do të vim bashkarisht atje, do të shkojmë pikërisht tek gjyqtarët shqiptarë në Strugë, të ulemi të flasim nga afër se si mund të rifillojmë dhe njëherë këtë çështje dhe të marrim vesh si është kjo histori. Unë ju jap fjalën time që do të jemi pranishme pikërisht në Strugë së bashku me stafin tim për të kontaktuar me këta persona të cilët jam e bindur që do të vënë dorë në zemër dhe do të na ndihmojnë. Në çdo prizëm për të zbuluar të vërtetën, sepse me sa duket vajzat, ato vare që janë hapur nuk kanë lidhje fare me vajzat. Jo. Kjo tashmë është vërtetuar dhe me analizat e ADN-s dhe gjithçka. Idris Dauti është zhdukur, mendohet se jeton në Kumanov, por nuk e dim çfarë është bërë me familjen e tij, bashkëshortja e tij, familja e tij sepse dhe ai ka pasur fëmijë. Vazhdojnë të jetojnë ladorisht. Po. Dhe nuk marrin guximin të paktën të vinë të tregojnë diçka për Jo, se vetë. Po, Benar. Për familjen e Idrisit, paktën siç e kemi marrë vesh nga banorët e zonës, familja vazhdon të qëndrojë aty në fshatin Ladorisht. Çfarë është më e çuditshme është se gjatë kohës kur ai kryente dënimin ka patur shumë favorizime, pasi shpeshherë i është lejuar të dalë në takime më shumë se speciale me bashkëshorten e saj, pasi dilte për drega dhe darka, është parë në Shkup, atje ku vuante dënimin, dhe thuhet se herë mbas here vjen dhe takon bashkëshorten aty në fshat. Sigurisht vjen natën, ikën natën, sepse nuk mund të përballet dhe me opinionin publik, me komshinët e tij aty, të cilët
sigurisht nuk mund t'ja falin atë veprim që ai ka bërë. Po unë doja të ndalesh edhe të diçka tjetër shumë e rëndësishme për sa i përket analizave të ADN-s. Vërtet analizat e ADN-s kanë nxjerrë se të paktën ato mbetje koccore që ne i kemi çuar për analizim, rezultati ka qenë vetëm për Mevlanin. Pra, krahasimi i profilit të ADN-s së atyre kockave është bërë me profilin gjenetik të prindërve të Mevlanës. Dhe nuk ka patur përputhshmëri për të thënë që kemi të bëjmë me të njëjtin person. Por nga ana tjetër të mos harrojmë se është në këtë histori dhe vajza tjetër Argëtime Qaja, për të cilët familjarët më në fund kanë pranuar që të vinë pranë emisionit, dhe po ashtu të kryen dhe analizën krahasuese të ADN-s për të parë nëse kemi të bëjmë me ato. Vetëm në këtë moment ne ndoshta mund ta vërtetojmë ligjërisht edhe kjo të vlej dhe si provë për të riniciuar dhe njëherë një proces hetimi të rregullt për vajzat. Sigurisht, hetimi gjyqësor për vajzat dhe për gjithë shka ka ndodhur pikërisht datën e 14 maj të vitit 1995. Në fakt, sot dëgjuam dëshmin vetë nga goja e Çobanit, i Sufit, i cili është personi parë që i ka parë. U hodhën shumë pikë pyetje. Megjithatë, unë mendoj se sot ne kemi hedhur një hap. Kemi kaluar një histori dhe kemi dalë prej saj me shpresën se vajzat jemi duke i kërkuar tek të gjallët. Dhe me shpresën se gjyqtarët shqiptarë në Strug, ata shqiptarë të vërtet, do të zbulojnë këtë histori, sepse duke zbuluar historinë e Mevlanës dhe të Argëtimes, kam për të zbuluar historitë e shumë shqiptarëve të Maqedonisë, të cilët janë zhdukur në të njëjtën mënyrë. Unë ju falenderoj sonte që ishit këtu, do të vazhdoj historia, ne do të vazhdojmë edhe radhës që vjen dhe do të jemi në kontakt të vazhdueshëm edhe pikërisht me këtë që vendosëm sonte, me lidhjen tonë me gjyqtarë shqiptarë në Strug për të filluar dhe njëherë procesin dhe me TUS për të filluar dhe njëherë procesin nga e para. Ndërkohë presim telefonata, informacione, sugjerime tuaj se si mund të na ndihmoni në këtë histori, të gjithë ata që të cilët e ndjejnë vërtet veten shqiptar, që na ndjeken nga Struga, nga Maqedonia, nga Shkupi, nga Manastiri, dhe duan të ndihmojnë në këtë histori, janë të mirëpritur të telefonojnë në emisionin tonë dhe të bëjmë pjesë e gjithë kësaj nisme që ne sonte së bashku me familjarët e Mevlana Abizatit jemi duke marrë për të zbuluar dhe për të rihapur dhe njëherë të çështje nga e para. Edhe njëherë mos harroni të telefononi dhe të bëjeni pjesë e një çështje e cila është shumë e rëndësishme, sepse e thash pak më përpara, duke zbuluar këtë histori, zbulojmë shumë histori të tjera të cilat janë në terr akoma për sa i përket shqiptarëve të Maqedonisë. Do të presim telefonatat, do të vazhdojmë me historinë tuaj dhe ndërkohë më thonë nga regjia sepse duhet ta mbyllim, kemi të i kaluar orarin tonë, megjithatë me sa shikoj ka telefonata. Unë do doja t'ja jepja fjalën stafit tim për të bërë një përmbledhje sonte cilat kanë qenë lajmet që keni marrë, informacionit që keni marrë, për histori që kemi publikuar, por dhe për historinë e fundit të Mevlana Abizatit dhe Argëtime Qajaj. Atëherë ndërkohë që Dorina. Vja Ismail Manellari, zotëris 65 vjeçar që rezulton një humbur në 4 dhjetorin e vitit që lam pas, vjen një informacion tjetër për në Tiranë që është parë në fundin e muajit dhjetor deri në datën 9 janar të këtij viti në zonën e Freskut, pranë televizionit TV2000, zotëria thotë që e sheh shpesh në këtë zonë dhe ky person ka probleme psikologjike, në momentin që i afrohesh shfaq, domethënë disa situata shumë agresive që nuk i lejon personat që të komunikojnë me të për ta pyetur si quhet dhe nga është. E kur e ka parë për të fundit për çfarë? E fundit ka qenë në datën 9 janar. 9 janar. E ka pas parë tani afër. Seda. Informacionet e fundit vinë në vitin 2007 nga Kanadaja. Nga Kanadaja në 2007. Lajme të mira, të paktën me sa duket ajo përshëndetje që është bërë dhe që ka përshëndetur të dy djemtë e saj, ndoshta vërtet është bërë nga Kanadaja. Të shpresojmë ka pas persona të cilët kanë telefonuar dhe të cilët bazohen tek historia por dhe tek fotoja e saj. Lajmi mirë, Seda, megjithatë le të mos nxitohemi, të shkojmë deri në fund. Stella. Për historinë e Xhevahir Tafatit, dua të them se kemi marrë informacione se ai mund të jetojë akoma në Angli momentalisht. Po do jemi në të gjitha këto ja keni kaluar bashkëpunëtorit tonë atje. Është informuar sati për gjithë. Atëre, Benar, unë kam edhe 2 lutje të fundit.
Sigurisht informacionet janë të shumta, por në këtë minutazh të shkurtuar doja edhe 2 lutje të fundit për sa i përket rastit të vajzave nga Struga. E para, të gjitha ata të cilët dëshirojnë të ndihmojnë pasi procesi i kryerjes së analizave është përballuar nga familja. Të gjitha ata të cilët duan të ndihmojnë me aq mundësi sa kanë në vlerë monetare janë të mirëpritur të kontaktojnë me stafin ton edhe ne do t'i orientojmë si të ndihmojnë familjen e Zotit Adem dhe po ashtu të argëtimes. Edhe nga ana tjetër është shumë e rëndësishme për ne që ne të krijojmë një kontakt me Idris Dautin. Patjetër. Sepse ai natyrisht ka ardhur momenti që të japi shpjegime se çfarë ka ndodhur përpara 18 vitesh me të 2 vajzat, mbi të cilat për njërin ai e kishte edhe mbesën e tij. Të shpresojmë që ai të telefonojë, është shumë e vështirë që ne të bijmë në gjurmët e tij, megjithatë këtu duhet ta bëj policia maqedonase edhe një herë nëse ne hapim procesin nga e para. Në qoftë se fillon dhe një herë procesi i hetimit, atëherë do të jetë shumë mirë sepse do të fillojnë të merren edhe një herë në pyetje gjithë personat të cilët kanë gisht në këtë histori. Atëherë Albano. Kemi pasur telefonata të shumta, por për Leona Mate sa vinë telefonatat e na etiketojnë gjithmonë tek Athina. Në Athinë. Në Athinë. Dhe informacionet janë duke verifikuar dhe në momentet në vazhdim ne do të kontaktojmë sërish për t'i bërë publike. Ndërkohë që pak më përpara pra Benardi ka pas një kontakt edhe me policinë tonë, me policinë shqiptare, në lidhje me rastin e Bleon Amatës, është një konfirmim nga ana e tyre që është dërguar një një kërkesë zyrtare policisë së përgjithshme greke, nuk e dim vendin nga ana e Interpolit. Nga ana e Interpolit. Nuk e dim se çfarë date është bërë kjo kërkesë, gjithsesi ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me kolegët tanë në Greqi, në mënyrë të tillë që kjo shkresë zyrtare të shkojë pikërisht në policinë e Larisës, aty ku na është kërkuar menjëherë pra ndihma në mënyrë të tillë që të fillojnë dhe ata në mënyrë zyrtare të marrin në pyetje persona të cilët dyshohen. Po. Libres para pak minutash ka ardhur një informacion pasi Besniku publikoi një të dhënë interesante që ishte një nishan në faqe. Një zonjë ka deklaruar që e ka parë në datën 23 shtator në spitalin e Shkodrës, ai rinte jashtë në lulishtën e spitalit. Në spitalin e Shkodrës. Po, në spitalin e Shkodrës, rinte jashtë spitalit të Shkodrës dhe zonja thotë që i jam afruar dhe e ka vënë re nga afër që ai ka pasur një shenjë dalluese siç ju e thatë në faqen e tij. Nga kjo nisi dhe telefonoi dhe na dha këtë informacion. Edhe njëri çfarë muaj ka? Në 23 shtator të këtij vitit kaluar. Duhet të interesohemi atëherë në spitalin e Shkodrës se mos ndoshta ka diçka konkrete. Në lidhje me të përderisa ka qenë dhe jashtë spitalit. Zonja më thotë që unë do të shkoj sërish nesër dhe në ditën në vijim dhe do të shoh sërish dhe do t'ju kontaktoj nëse do të kem të reja. Gjithashtu do t'i bëj thirrje të gjithë mjekëve ose dhe stafit e atij spitali nëse kanë vërejtur dikë që ngjason me Bajram Dibrën të telefonojnë në emisionin ton, sepse një dhënë sado e vogël ne mund ta ndihmojmë shumë dhe t'i japim dritë sa historia. Po, Janula? Monetare nga Zvicra për familjen e Mevlana Bezatit, është një zotëri i cili kërkon të ndihmojë ekonomikisht. I falenderojmë të gjithë, ne do t'ja u kalojmë gjithë telefonatat familjarëve që ju të flisni vetë personalisht me ta, ju falenderojmë të gjithë ata të cilët janë duke ndihmuar në një farë mënyre familjen e Mevlanës, por kryesorja për ta dhe për ne të gjithë së bashku është hapë edhe një herë procesi hetimor. Jam e bindur që do të duhet shumë mund, megjithatë në këtë botë çdo gjë e vështirë, por asgjë s'është e pamundur. Shpresoj me ndihmën e Zotit gjithçka të zbulohet. Faleminderit. Atëherë kemi diçka tjetër që mundet të publikojmë përpara se ta mbyllim, të rëndësishme. Me sa shikoj Benardi duke lexuar shumë SMS. Është një person i cili thotë që djali i tij ka qenë në burg me Idrizin atëherë kur kanë qenë në burg. Edhe të shohim se çfarë dëshmie ka. Atëherë, me sa duket edhe një herë fillojnë dhe ringjallen kujtimet dhe gjithë ato që kanë biseduar me Idris Dautin, unë shpresoj që ne të bijem në kontakt, është shumë e vështirë, megjithatë do të shpresojmë të bijem në kontakt herë me Idris Dautin ose me familjen e tij në Ladorisht. Ndërkohë do të vazhdoj pra kjo histori dhe histori të tjera. Sonte në fakt ka pasur një numër të madh telefonatash dhe unë për këtë ju falenderoj, sepse edhe një herë tjetër keni treguar bashkëpunimin me emisionin ton, ju falenderoj në emër të këtyre familjarëve, ka pas shumë të dhëna, shumë informacione. Kemi pas një lajm shumë të mirë, për kë bëhet fjalë, të nderuar miq, na ndiqni javës që vjen. Deri atëherë, natën e mirë dhe mirupafshim.